Nga fillimi i vitit e deri në përfundimin e muajit tetor, sektori për siguri në trafikun rrugor ka identifikuar dhe sankcionuar 336 vetura që kanë qarkulluar me leje të skaduar të regjistrimit. Gjoba për këtë lloj shkelje, nëse e njëjta është praktikuar për një kohë më të gjatë, është 500 euro, ndërsa ata që për një kohë më të shkurtër kanë drejtuar automjetin pa këtë lloj leje, do të sankcionohen nga 100 euro. Edhe krahas kontrolleve të intensifikuara të komunikacionit në Gostivar vazhdojnë të qarkullojnë vetura me afat të skaduar të regjistrimit. Deri në përfundim të muajit tetor, përfaqësues të stacionit policor nga sektori për siguri në komunikacion kanë kapur dhe sankcionuar 366 drejtues automjetesh, të cilët nuk e kanë vazhduar në kohë lejen e skaduar për më shumë se një muaj. Nga ky sektor njoftojnë se ata që për një kohë më të gjatë kanë qarkulluar me veturat e tyre në këtë gjendje, do të përballen me gjoba në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë të denarit, ndërkohë që të tjerët i pret gjoba deri më 100 euro. Numri i drejtuesve të automjeteve që kanë vonesë në vazhdimin e regjistrimit shënon rritje nëse bëhet një krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar dhe viteve të mëhershme. Megjithatë, nga stacioni policor në Gostivar dyshojnë se ky numër mund të jetë shumë fish më i madh, që do të thotë se një pjesë e madhe e qytetarëve të këtij regjioni krahas tjerash drejtojnë edhe automjete teknikisht të parregullta, dukuri kjo që vetvetiu rrit nivelin e rrezikut për ndeshje në komunikacion. Krahas kësaj, shumë persona vazhdojnë të ulen prapa timonit në ndikim të alkoolit. Nga fillimi i këtij muaji deri më tani, sektori për siguri në komunikacion ka identifikuar 39 raste që kanë drejtuar automjetin të mbidozuar me alkool, të cilëve automatikisht u është bërë alkotesti dhe janë larguar nga komunikacioni, dhe të njëjtëve u janë përgatitur parashtresat për pagesë të gjobës në vlerë prej 250 deri më 350 euro, varësisht nga sasia e promilave të alkoolit të konstatuara në gjak. Sipas statistikave, edhe kjo si dukuri shënon rritje, dhe kjo sidomos nga ana e të rinjëve, ndërsa e njëjta reflekton negativisht në mbarvajtjen dhe sigurinë e komunikacionit, për shkak se shpeshherë ka ndodhur që mbi kalimi i shpejtësisë, drejtimi i automjetit pa respektuar sinjalizimin përkatës dhe shkelje të tjera të kësaj natyre ndodhin pikërisht nga persona që drejtojnë automjetin në gjendje të dehur. Për këtë arsye, stacioni policor në Gostivar, sektori për siguri në komunikacion, edhe për periudhën e vazhdim njofton për aksione të këtilla kontrolli, duke treguar zero tolerancë ndaj të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion, tek të cilët do të konstatohen shkeljet e lartpërmendura.